Zgjedhjet u bën temë diskutimi në komisionet parlamentare. Deputetët u rikthyen në kuvend për të vazhduar me miratimin e projektligjeve të lëna pezull si shkak i fushatës elektorale. Deputetja demokrate Jorida Tabaku, zgjedhjet e 11 majit, i cilsoi si hapa pas në procesin e integrimit evropian. Ishin zgjedhjet e para kur Shqipëria kishte një test të ri, një test veçantë në rrugën e procesit integrimit, dhe më vjen keq që këto ishin një mundësi e humbur për Shqipërinë. Ne duhet dim së pari të organizojmë zgjedhje si test për demokracinë dhe na duhet patjetër që ta ndërtojmë Evropën këtu. Ndërsa deputeti socialist Auland Balla akuzoi opozitën se po përpiqet të bllokojë integrimin, që sipas tij do të jetë dështuar, pasi Shqipëria do të çelë të gjithë grup kapitujt brenda këtij muaji. Humbja gjithmonë nuk është e pëlqyeshme, ndërsa fitoria është gjithmonë i përgjegjësi edhe më e madhe. Është e turpshme për partinë që ju përfaqësoni që dërgoni letra lart e poshtë ku kërkoni kushtëzimin apo bllokimin e negociatave me Shqipërinë dhe t'jeni të sigurt që ne brenda këtij muaji hapim të gjithë kapitujt. Në të gjitha komisionet e zhvilluara ditën e sotme u vëre mungesa e shumë deputetëve, veçanërisht atyre që kanë rezultuar fitues në zgjedhje.